Bashkia e Malësisë së Madhe në bashkëpunim me bizneset dhe kompanitë që operojnë në fushën e turizmit po punon për përgatitjen e një sezoni sa më të suksesshëm turistik. Sipas zëvendës kryetarit të bashkisë Sytkin Drecaj, qëllimi kryesor është që turizmi në këtë zonë të mos mbetet vetëm sezonal, por të zhvillohet gjatë gjithë vitit. Përveç masave që kanë marrë vetë kompanitë turistike, por edhe investitorët vetë privat, Bashkia e Malësisë së Madhe ka ushtruar gjitha funksionet e saj duke marrë masat, jo vetëm për fillimin e këtij sezoni turistik, por ne jemi duke shkuar drejt sezonit të 12 muajt e vitit. Kështu që ne nuk i kemi përcaktuar me sezon dhe me muaj, por i kemi përcaktuar për të ushtruar gjithë mundësitë turistëve vendas dhe të ujit të japim mundësitë për 12 muajt e sezonit turistik. Ndërkohë, zëvendës kryetari i Bashkisë së Malësisë së Madhe deklaroi se edhe gjatë dimrit zona ka regjistruar një fluks të lartë vizitorësh. Ai theksoi se kjo situatë është rezultati i punës së mirë organizuar dhe mbajtjes hapur të rrugëve nga kompanitë nënkontraktore, çka ka lehtësuar qarkullimin dhe ka mundësuar qasje të lehtë për turistët. Për periudhën e dimrit kanë qenë zonat malore kur turizmi i bardhë ka qenë në funksion në gjithë këtë periudhë kohët. Ajo që ka është kryesore, Bashkia e Malësisë së Madhe ka bashkëpunuar ngushtë edhe me kompanitë kontraktore për të mbajtur gjithë segmentet rrugore të hapur, ka bashkëpunuar edhe me sektorët dhe operatorët turistik në mënyrë që ky sezon dimror të jetë sa më funksional dhe besoj se kemi arritur qëllimin. Autoritetet vendore theksojnë se bashkëpunimi me bizneset e turizmit është një element kyç për të rritur cilësinë e shërbimeve dhe për ta kthyer Malësinë e Madhe në një destinacion të qëndrueshëm turistik 12 mujor.